Shqipëria arriti të përmbushte me sukses objektivin primar në kualifikueset e botrorit, teksa u rendit në vendin e dytë në grupin K, duke lënë të hapur ëndrrën e madhe për futje në grupet e eventit më të rëndësishëm në botë. Faqja e specializuar e statistikave SofaScore ka nxjerrë për Panorama Sport mesatarin e notave të të gjithë futbollistëve të Shqipërisë që dhanë kontributin e vyer në këto kualifikuese. Lojtari me vlerësimin më të lartë rezulton Mario Mitaj, ndërkohë që Kristian Aslani dhe Julian Shehu plotësojnë podiumin. Vlerësime pozitive edhe për Hysajn, Manajn, Strakoshën, Gjimshitin dhe Ajetin. Në total, nota mesatare e kuqezimve gjithmonë sipas SofaScore shkon 6.98. Bie në sy edhe nota e Naser Alijit, që është më e lartë se ajo e Armando Brojës. Për më tepër, shikoni listën e plotë të vlerësimeve të gjithë lojtarëve.